ka pas rëndësi që të konstituohet kuvendi dhe të formohet qeveria. Megjithatë, duke pas parasysh që mungon argumenti i opozitës, duket nga njëherë që as nuk e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Dhe me këtë qasje nga njëherë shkon mendja mos edhe nuk e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve të mëndshkurtit, por nuk mund ta thonë si qëndrim. Sot kemi ftesë nga presidenti Osmani që të takohemi pra në orën 2, të flasim për datën e mundshme të zgjedhjeve lokale. Ne do kemi të pranishëm në këtë takim. Besoj që është e rëndësishme që partitë politike të dëgjohen, të shohim se cilat janë përkutimet e tyre për datën e mundshme të zgjedhjeve lokale, por nuk përjashtohet, si me thënë situata, ku mund të mbahen të dyja bashkë. Ne nuk jemi kundër sinjalizjeve të vendosin, nuk është qëndrimi jon primar, por në qoftë se dhe nuk konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, atëherë edhe njerëzit tjetër janë zgjedhjet, ndonse ne dimë që pa u konstituuar kuvendi nuk mund të shkohet në zgjedhje, por kjo mund të bëhet lehtësisht me një marrëveshje të rregullt.